duke qenë i cenueshëm bëhet i rrezikshëm, bëhet gjithnjë më i rrezikshëm. Se shiqo, ne mund të kemi averzione të ndryshme ndaj fqiut verior, ndaj servis, mirë po atje ka një masë kritike, e cila është shovene sa përket shqiptarisë njësoj sa Vučići, ndoshta edhe më shumë. Mirë po, që si opozit, që nuk lejon çdo njeri ta drejtoj, ekziston. Thash, atje edhe radhën e kaluar e përmend. Atje ke student që hypin bicikletave shkojnë deri në Bruksel, ty të tegojnë vërtetën. Që se ka për shembull Shqipëria, që çfarë si ndodh, po se ka. Do me thënë, atë e ka një masë kritike që gjithmonë është e detyron atje mbështetësin të jetë i kujdesshëm, se nuk ja lejojnë gjitha, siç i lejojmë ne ndonjëherë. Kosova kishte arsye pse atë e lejonte pse ishte në hall si të çlirohet. Mirë po sot këtë që e bëjnë sot me parlamentin, me mos lejimin të konstituon kjo është me vërtet e dënueshme dhe ky popull këtë duhet ta dënoj. Nëse shkohet në zgjedhje, duhet ta dënoj këtë. Duhet ju tregoj këtyre politikanëve sa i popull nuk është bashkë edhe atë që s'merr vesh kush çfarë bën. Me të vërtet, edhe duhet ja u jep, tani këta janë duke u tallur me popullin, a populli duhet ja u jep një leksion të mirë, edhe t'ju tregoj se si populli do tallet me ata. Kjo nëse ndodh do t'jetë shumë e shëndetshme, se unë jam nga natyra njeri që kur ndodh ndonjë e keqe duhet nga e keqja ndonjëherë dalin urtësitë më të mëdha. Edhe kjo e keqe që është duke i ndodhur Kosovës me mos konstituimin e parlamentit mund ta sjell këtë mirë, që këtij popull t'ja bëj me dije me çfarë politikanësh ka punë. Edhe t'ja dërgoj një porosi të tillë. Nuk lihet fati i popullit dhe fati i shtetit në duart të kujdo qoftë, vetëm se ka dalë. Pse ka themeluar parti të dajallarëve, të vëllezërve, të kusherinëve, edhe tash duhet ta votojmë. Nuk e votojmë. Nëse duhet nuk votojmë asnjënin. Po do i votojmë ata që mos tjetër kanë një respekt elementar ndaj popullit, edhe ndjehen përgjegjës, edhe që kanë ndërgjegje vëlla. Se te ne doli, që politika është biznesi më fitimprurës, ku s'duhet të investosh asgjë përpos se pa turpësisë, përpos nëse s'ke turp. Të gënjesh, tash që është ndërsyet ta gënjesh. Në zgjedhjet e ardhshme, ju mendoni që